Shantazhet online janë kthyer në një problem serioz, ku shpesh viktimat janë vajzat e reja. Eksperti IT Serdit Gavani në një intervistë për Ora News ka folur për kërcënimet online që poshtohen, teksa ka theksuar se identifikimi i autorëve është një sfidë për organet ligjzbatuese. Kemi pasur rastet vajzave të reja që kishin marrë foto personale dhe i kërcënonin, kishin kontaktuar deri prindët e tyre dhe i kishin kërcënuar që nëse nuk na jep vlera për shembull 2000 euro në javë kripto, për gjithmonë, gjë që ndodh është që do publikojnë fotot personale. Në raste për shembull që ka një aspekt penal, mund të bashkëpunosh me policinë dhe me IT, si jemi ne, mund të bësh një kundërsulm, një kundër hakim, që të instalosh viruse, mjete të saktuara që të kesh akses më pas tek pajisjet e tyre. Gavani ka shpjeguar se këto raste shpesh kërkojnë bashkëpunimin e ngushtë me policinë dhe prokurorinë, si dhe përdorimin e teknologjive të avancuara për të mbledhur prova për identifikim. Nuk është fare e lehtë, por kur ke të bësh me probleme penale, le të themi, mund të futesh në lojë policinë, prokurorinë dhe ka pas raste që kanë dëgjuar, domethënë nuk ka marrë vetë pjesë personalisht, që është dërguar kërkesë kompanisë Meta dhe kanë bërë identifikimin minimalisht se nga vjen. Zakonisht gjëja që ndodh është që bëhet një farë kundërsulmi, le të themi, ashtu siç ti u hakerove për të zakonisht accountet falso, po flas për raste domethënë kur duan të marrin para. Teksa paralajmëroi për kujdes, eksperti u shpreh se ky fenomen ka nevojë për bashkëpunimin e gjithë secilit, pasi kërcënimet online po bëhen gjithnjë e më shumë të zakonshme.